reagova nga Shqipëria. Më vjen keq, më vjen shumë keq, më thënë drejtën, edhe akoma nuk kanë ndryshuar gjërat. Me fjalë, nuk jam për atë, për anë ekonomike bëhet kudo. Dhe jam edhe në krahun tjetër që njerëzit këtu vinë, punojnë, bëjnë punë nga më të rëndomta, edhe prapë në Shqipëri janë dembela, pse nuk shkon të punosh 2 punë. Unë kam bërë 2 punë, bashkëshorti im ka bërë 2 punë, kam larë pjatat, kam larë gjithçka. Pse mos e bësh njëjtën gjë në Shqipëri? Por më lërë që unë të eci përpara vetë. Nuk kam nevojë që të pospata babin apo mamin apo gjyshin apo dajin me PS apo D. Ç'është kjo lloj zgjidhje e tillë. Kjo është ajo që mua vërtet më çaron. Si njeri që jam jashtë. E kupton? Nuk është se i nga Shqipëria se s'kisha të ardhur apo. Ku banon tani? Kjo ti je në shtëpi tani? Në shtëpi. Ç'është ky vend i bukur, ke kopësht? Kjo është shtëpia ime, po të dua, është shtëpia ime, mund ta tregoj po të doni, mund ta tek kam në kramatone dhe shikosh sa bukur është. Kam qejf ta shikoj shtëpinë. Do habitesh ketrat edhe lulet edhe këtu do të jesh, do thosh çfarë është kjo, si ato rolling hills që keni juve. Rolling Hills që keni juve në Shqipëri, da një sekond tek pak. Ja, unë zbanoj në Rolling Hills, nuk e kam ide. Unë e kuptoj. Kjo është makinë e punës, me thënë drejtën. Më fal për koshin e perave. Ska që jo, ai që ka dhe kosh e bukur. Kjo është makina tjetër personale, se tu në Amerikë gjithë secili do të ketë makinën e vet. Po sepse janë distanca atje larg. Janë distanca puna që është, me thënë drejtën, tu është një pyll vetëm zojë gjon tash. Ti e ke larg shtëpinë? Jo, s'ka gjë, vetëm telefonin, po munde përse gjëri, sepse më... Okej, më fal. Tani e shumë mirë, po. Sa bukur që e ka, kjo është garazhi? Jo, kjo nuk është garazhi, kjo është këtu mbajmë gjithë veglat që kemi, sepse e keqja këtu në Amerikë, tash po e bëjmë si punë atyre. Do të kesh vegla dhe për dimër dhe për verë. Brenda është një traktor për korrobarin, dhe dimrit është vegla për të pastruar borën, se këtu ku jemi ne bie shumë borë. Bie borë. Sa bukur sheka. Bjevor është, edhe këtu sipër është rapi, unë i them rapin mashkullor. Kush më pyet ndonjëherë ulem këtu përpara dhe ke parasysh, shoh, më thënë drejtën, kjo është shtëpia komplet, komshit rreth e qark. Kjo është shtëpia këtu. Dhe për shtëpia është kjo, shtëpia është montan, kjo është shtëpia ime. Kjo është shtëpia jote, po. Më fal. Ndërsa përreth janë komshinjt, që janë afër teje. Po, komshit, edhe janë larg, afër, me fjalë. Jo, ka goxha hapësirë. Ka goxha hapësirë. Nësa përpara, ta tregoj edhe përpara pak. Kjo është makina e punës që e kam. Nësa përpara është te janë komshit e tjerë përpara. Është zonë, me fjalë, qytet është shumë i këndshëm. Ka e thonë qytet, po nuk është. U shplodha duke parë që ka shumë bukur. Më shpjego pak si janë ato ndërtimet? Si ndërtohen këto? Me çfarë lloj materiali? Çfarë është ajo? Dru. Çdo gjë është dru. A pse dru është? Dru. Drudina çdo gjë është ndërtuar me dru. Duket si llamarin, s'po merra vesh. Jo, kjo është plastik, kjo është veshje plastike për jashta. Do thënë drejtën, nësa brenda çdo gjë strukturohet janë dru. Është komplet shtëpia është dru. Komplet shtëpia është dru, dhe e keqja është që po të razjari këtu do gjithë të shtëpia. Shtëpia është jotja? E imja me fjalë, unë e kam lerë me kredi, normalisht, sepse të hedhësh lek, është një shumë e madhe lekë që po më kredi. Ti ke blerë me kredi këtë shtëpi dhe kjo është shtëpia jote, po toka si funksionon aty? Je pronar ti i tokës? Aktualisht, si mbas ligjit, unë nuk e kam tokën, e kam tokën në përdorim. Në përdorim. Unë jam pronar vetëm për pjesën që taj qënë dwelling, pjesa që është shtëpia. Pastaj këte takon, sepse ato janë me ndarje, ajo po ta shikosh në harta e tregon gjithën që është pjesë e tokës time. Për shembull, unë kam toperimet që janë rreth e qark, janë kufiri. Kjo është kufiri, për shembull. E kupton, nuk mund të vijë njëri dhe të thotë të ngresh shtëpinë këtu unë. Jo, absolutisht. Absolutisht për vetë se absolutisht nuk mund të vjerë. Vetëm po t'jeti çmendur. No, s'vjen njeri. Edhe macja po ndjek ketrit. O, sa e bukur. Ajo po ndjek ketrin, do t'lozi. Ka ora. Do t'lozi me ketrin, asgjë tjetër. Ndjek ketrin. Ketrin zojt. Ullu tani kur të duash ullu që të. Ja, do ullu. Sa bukur. No, është shumë bukur, shumë këndshëm.
Këtu, më falë se... Jo, është okej, s'ka problem fare. Se mund ta ndryshoni regjistrimin, se nuk e di. S'ka gjë, jemi shumë mirë. Domethënë të pëlqen shumë, je i kënaqur nga... Jo, jam shumë i kënaqur, biles pozicioni që shtëpia bashkëshorte ime e ka vetëm 2 minuta larg punën, ajo punon në shkollë. Me fjalë, ajo ka mbaruar punë sociale në Shqipëri dhe tash punon me fjalë në ndihmë të këtyre fëmijëve që janë me probleme në gjimnaz. Edhe ajo në zanat vetës. Me fjalë, edhe nusja ime pa bërë asnjë lloj shkolla, asnjë lloj gjë këtu prap. E pranuan më njëherë me... Po. Shiko, këtu një gjë që duhet kesh është gjithmonë kur më pyesin njerëzit kush njerëz të afërt mi, i them gjë e parë do dish anglishten. Por nuk di anglishten, shoku është shumë e vështirë. Sa ajo është baza që do komunikon me të tjerët. Fatmirësisht të dy bashkë unë dhe bashkëshortja ime të dy e dinim anglisht që në Shqipëri, bilesa kishte mbajtur TOEFL që në shkollë. Edhe nuk patëm probleme.